Hapja e portave të hidrocentralit të Banjës ka përmbytur një sipërfaqe të konsiderueshme tokë bujqësore, sera dhe ulli në fshatrat Linas dhe Selit në bashkinë e Cerrikut. Një ndër fermerët më të prekur rezulton Daniel Tafa nga fshati Linas, njësia administrative Mollas. Këto janë pasojat e përmbytjes, si rezultati i hapjes së portave të hidrocentralit dhe daljes nga shtrati të lumit Devol, i cili përshkon zonën. Fermeri thotë se brenda 2 muajve është përmbytur 2 herë, rreth 3 hektar tokë bujqësore ndodhet në ujë, ndërsa dëmët më të mëdha janë shkaktuar në sera. Janë 5 zulum lakër, komplet janë të mbytura, komplet ka mbaruar punë, se këtë se merr askushi tani, në këtë gjendje që është në dhaf nuk e merr askushi, kjo ka dalë jashtë përdorimit. Edhe çdo gjë varet na diga, hapin digën sipas interesit tyre. Në paradite lumi përrua e masdite det me laf thonë marrin bin informacionet me laf largoni nga lumi, largoni sepse është mbush diga dhe ka mundësi të plasin. Kjo varet çdo gjë vetëm nga diga. Keq menaxhimi i digës. Të gjitha këto që shikoni janë vetëm nga keq menaxhimi i digës. Janë 3 hektar tokë, janë gati 3 dylym lakër janë jashtë, 5 janë serës, të shikoni jashtë tjetrën, në laf janë 3 hektar të mjella. Është një gjendje jashtë zakonisht e keqe për mua. Fermeri nga Cerriku ende nuk e ka bërë bilancin e dëmit ekonomik, i cili sipas tij është i pallogaritshëm. Ai bën thirrje shtetit shqiptar të vërë dorë mbi fermerët, pasi janë drejt falimentimit. Nëse nuk do të ndihmohet, thotë se do të largohet përfundimisht nga Shqipëria. I bëj thirrje shtetit të vënë dorë mbi fermerët, jo në mua personalisht, por çdo fermer që është përmbyt, sepse ne nuk ngrem kokë. Në këtë gjendje që jemi, ne nuk ngrem kokë me. Kthye para 7 vitesh nga emigrimi me shpresën se do ta ndërtonte në vendlindje të ardhmen e familjes së tij, por sot përballet me pasiguri. S'kam mundësi, s'kam fonde me, se çfarë pata i hodha, kurse tani jam pres të marr, ti besoj që të eci përpara. Kurse tani çfarë të marr, e të eci përpara. Mësohet se në 2 ditët e para të hapjes së portave të hidrocentralit të Banjës, shkarkimet kanë qenë 290 m3 për sekond, ndërsa së bashku me prodhimin e energjisë elektrike kanë arritur në 390 m3 për sekond.